Mirëmbrëma. Ky vend është aq i sëmur nga padrejtësia sa duket sikur edhe toka është sëmur bashkë me ne. Kemi 35 vjet që kërkojmë drejtësi. Dhe nuk po flas tu vetëm për politikën. Po flas për padrejtësitë që shqiptari e ndesh çdo ditë, në çdo derë ku troket. Kemi 35 vjet që një familje ende gjykatave për pronën e vet. Pronari duhet të provojë se është pronar. Babai vdes duke pritur vendimin dhe dosjen e vazhdon djali. Pastaj nipi. Një familje trashëgon jo pronën, por gjyqin. Por padrejtësia nuk mbaron vetëm te prona. Të shtyp makina në rrugë dhe familja jote duhet të luftoj që fajtori të marrë dënimin që parashikon ligji. Të vrasin një njeri dhe familjarët kalojnë vite duke kërkuar drejtësi, ndërsa dosja zvarritet nga një institucion të tjetri. Të vjedhin, të dhunojnë, të kërcënojnë dhe ndonjëherë viktima ndihet sikur duhet të provojë pafajësinë e vet. Një fëmijë mëson, lodhet, sakrifikon, ndërsa një tjetër ecën përpara sepse ka një mik, një mbiemër apo një lidhje. Një i ri diplomohet me rezultate të shkëlqyera dhe pastaj kupton se për një vend pune diploma mund të vlejë më pak se një telefonat. Dhe çfarë i themi atij të riu? Studio, puno, bëu më i mirë, kur ai sheh se sistemi nuk shpërblen gjithmonë më të mirin, por shpesh më të lidhurin. Se muresh dhe në momentin më të vështirë të jetës tënde duhet të mendosh jo vetëm si të shpëtosh, por edhe kënje, ku duhet të shkosh dhe sa do të kushtoj. Fëmijë që marrin borxhe për një operacion, prindër që kërkojnë ndihmë për fëmijët, të moshuar që numërojnë lekët e ilaçeve. Shëndeti nuk duhet të jetë privilegj. Punon me vite dhe nuk të respektohen të drejtat. Të heqi nga puna sepse nuk pranon të heshtësh. Tjetri punësohet sepse njeh dikë. Tjetri ngrihet në detyrë sepse i shërben dikujt. Ti pret me muaj për një dokument që të takon me ligj, ndërsa dikujt tjetër i zgjidhet me një telefonat. Njëri paguan çdo taks, çdo punojës, çdo detyrim dhe kontrollohet për çdo presje. Tjetri ka mbrojtje, lidhje dhe dyrë të hapura. Dhe pastaj pyesin: pse ikin shqiptarët? Nuk ikin vetëm për paga më të larta. Shumë ikin sepse janë të lodhur duke luftuar për gjëra që në një shtet normal duhet të jenë normale. Të kesh pronën tënde, të marrësh drejtësi kur të bëjnë keq, të shkollohesh dhe të vlerësohesh për meritën, të mjekohesh me dignitet, të punosh dhe të paguash dërshmërisht, të konkurosh pa mik, të hapësh një biznes pa kërkuar mbrojtje. Ne kemi normalizuar anormalen. Kemi mësuar të themi duhet të njohësh dikë, gjej një mik, mos u merr me ta, do para jo punë, deri se nuk gjen drejtësi. Kjo është tragjedia më e madhe. Jo vetëm që ekziston padrejtësia, por kemi filluar të jetojmë sikur padrejtësia është ligji i natyrës. Jo, kjo nuk është normale. Nuk është normale të kalosh jetën gjykatave për tokën tënde. Nuk është normale të kërkosh mik për tu mjekuar. Nuk është normale të kërkosh mik për tu punësuar. Nuk është normale që një familje të kërkoj vite drejtësi për njeriu që humb. Nuk është normale që i ndershmi të ndihet budalla dhe i korruptuar i zgjuar. Dhe nuk është normale që pas 35 vjetësh shqiptarëve t'u kërkohet përsëri durim. 35 vjet janë mjaft, sepse shteti nuk matet me fasadat që ndërton, sepse shteti matet në momentin kur qytetari është vetëm përballë padrejtësisë. Aty nuk ka para, aty ku nuk ka mik, aty ku nuk ka pushtet. Nëse ligji nuk e mbron pikërisht atë qytetar, atëherë ligji ka humbur kuptimin. Ky vend është lodhur nga padrejtësia. Janë lodhur prindrit, janë lodhur të rinj, janë lodhur pensionistët, janë lodhur njerëzit që punojnë në administratë. Është lodhur Shqipëria
dhe ndonjëherë duket sikur nga gjithë kjo padrejtësi është sëmurë edhe toka poshtë këmbëve tona. Prandaj nuk kërkojmë favore, nuk kërkojmë privilegje, kërkojmë një gjë elementare, që në këtë vend më në fund i drejtit mos ketë frikë dhe i padrejtit të mos ketë pushtet. Sepse Shqipëria nuk shërohet vetëm me asfalt, me beton dhe fasada, Shqipëria shërohet me drejtësi. Dorëheqje! Dorëheqje!